Femra VIP 3 vijon që të mbajë të mbërthyer audiencë me dinamika dhe të gjitha zhvillimet e fundit që po bëjnë fermerët, qoftë me punët e fermës, po edhe me debatet e tyre, duke qenë tek debatet një video është keq interpretuar duke ngjall një lloj kurreshje dhe një lloj pikpyetje për gjendjen shëndetësore të një fermeri aty, pasi u pasi një lloj gjeroldie, ndërkohë që ishte gresa që po bërtishte se pa një insekte, ndërkohë në rrjet kam parë një lloj video duke qarkulluar, duke thënë që ndoshta një banor ka epilepsi, por jo, kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është që gresa pa një insekt dhe shpërtheu me ulërimat e saj, gjë që nuk po më pëlqen në asnjë mënyrë duke qenë te gresa, për të dhënë thjesht një fjalë për të, është shumë toksike, është shumë e mllefosur ndaj publikut, vijon që të ofendoj popullin, vijon që të nxjerr vetëm vrerë, çan papritur, pa kujtuar, nga çasti në çast, nga një fjalë, nga një fjali, nga një situatë, nuk po e shikoj as pak stabile gresën brenda formatit. Sidoqoftë, një temë që dua të diskutoj ka të bëjë me Vanesën, Henrin, edhe me temën që lidhet me familjarët, a duhet i puthim ne në buzë njerëzit e gjakut ton. Sigurisht që Henry ka parë muajin e parë të formatit në shtëpi dhe ka ndjekur çdo situatë nga ekrani, ka parë se si Vanessa fillimisht tregoi që ka dikë jashtë, pastaj këtë dikë jashtë që është i huaj e ndau, se filloi një ndjenjë të madhe, një ndjenjë që le të themi e glabëroi dhe i dha asaj rrugën për të zgjedhur Indrin dhe jo për të mbajtur lidhjen që ka jashtë, që kishte jashtë, më saktë me ishte dashurin e saj. Si të qoftë, një tjetër pikë ishte edhe kur erdhi vllai i surprizë që e puthi në buzë Vanessa. Vllai i Vanessës është 18 vjeç, ajo e specifikoi dhe i dha një lloj arsyetimi sot Henry që për hir të së vërtetës është jo i qartë në atë që kërkonte të bënte, erdhi me një lloj krekose dhe me një lloj ngacmimi për Vanessën. Vanessa më pëlqeu pasi u ul aty, i dha të gjithë shpjegimet e saj, arsyetimin, u shpreh që raporti me ishte dashurin e saj nuk u zhvillua dhe nuk lindi në mënyrë publike në ekran, ndërkaq që ajo për raportin e saj me Indrin u tha që jam shprehur, do të shprehem, kush ka pyetje, kush ka interes, jam këtu për të përgjigjur dhe më duk shumë korrekte në këtë pjesë. Pastaj pse e la dikë dhe filloi një tjetër lidhje, a futet këtu pjesë e lojës, kjo është një temë tjetër që nuk dua ta flas tani, por që e shikoj shumë me këmbë në tokë për atë që Vanessa shpjegoi, u shpreh që ka pasur një vit që nuk ka marrë mbështetje nga ky njeri që ajo e tha që është i dashur im në ditët e para apo në ditën e parë që u fut në fermë, nuk është përkujdesur, pra nuk e ka mbështetur, nuk ka pasur suport, prandaj edhe ndjesitë që ka marrë nga Indri kanë qenë aq shumë të afërta dhe aq shumë pranë qenies së saj, prandaj edhe nuk ja ka ndalur vetes shansin për të përjetuar një love story në ekran. Por do të mbetem tek qëndrimi i Henry që nuk më pëlqeu as pak. Ishte ky i cili shfaq një lloj paragjykimi për Vanessën, duke thënë si mundet ti ta bëje këtë, duhet t'i jepje një sqarim, ai ishi lënduar, mund të ketë kaluar në depresion ose do të isha unë do të hakmerresha, pra tregoi një tipar që nuk duhet të jetë. Pse duhet të hakmerremi ne në jetë, duke parë edhe kohën jo shumë të gjatë që Vanessa ka pasur me këtë person, vetëm një vit lidhur, por sidoqoftë ajo u shpreh, e kam dëgjuar që ja tha Henry që nuk kam pasur suport edhe ku kam qenë në ditët e mia më të vështira, edhe në ato problemet femërore, më ka thënë që ti duhet të qeshësh, do të jesh e gëzuar, nuk kam pasur suport. Pra, kur ti nuk ndjen një suport, një mbështetje nga personi që ke në krah, atëherë për çfarë vlen kjo lidhje. E sidoqoftë pash një lloj tendence të Henry për të kapur me Vanessën, por kjo e fundit pastaj nuk më pëlqeu që u ngrit nga tavolina ku i preku pjesën e vllajt, pse duhet ta puthush në buzë, se ne kemi tradita, nuk jemi në këto norma shoqërie siç mund të jenë diku në një kulturë, në një vend, në një zonë, në një traditë, në një grup. Ajo shpreh që unë kam rritur atë, ai është fëmia ime e parë dhe kur do të bëj unë fëmijë të tjerë, ai do të jetë i pari, fëmijët e mi do të jenë të dytët, por kjo sigurisht që do të ndryshojë se fëmijët e saj pa diskutim do të jenë në vendin e parë, por qasja dhe mënyra se si u shpreh Vanessa
e la, le të themi, në hije të gjithë ngacmimin që donte të bënte Henry, se ky tha nuk është shumë e bukur, nuk është pjesë e kulturës son, apo ne nuk duhet të japim këto mesazhe që të lëm dikë edhe të lidhemi me dikë tjetër, ndërkohë që një ditë më parë ishte Henry ai që dha një shembull që ka pasur dy lidhje paralele dhe e tregojmë një lloj krenarie se është burr drejt gjithahaj dhe burri ka të drejtën për të pasur 2-3 dashnore, 2-3 lidhje paralele dhe një vajzë nuk mund ta lej dikë edhe të krijojë një tjetër ndjesi për një person tjetër vetëm pse është vajzë dhe duhet të ketë vendin e saj, të jetë në shtëpi, të jetë në mënyrë tradicionale sipas asaj që Henry e tha, edhe pse u kritikuar shumë që shikosi ti po sjell qasje dhe komente Instagrami dhe ishte Sara ajo që e hodhi si thumb në këtë temën e nxehtë që kishte Henry, ku ishte Vanessa, ishte Visi, por ishin dhe fermer të tjerë, ishte Sara ajo që e solli që shiko se ti Henry ke thënë dhe që kjo ka puthur vëllai në bus. Pra, edhe donte ta mbronte Vanessën, por edhe donte t'i shtonte benzinë zjarrit Sara si një lloj ngacamane, si një lloj brigadiere, si një lloj siç ka qef të thot komente Instagrami ajo, edhe komentet në Instagram për të janë të shoqenexhi, çfarë nuk i thojnë për gjithë atë energjinë e keqe që ajo përcjell me një lloj diktature në raportet që krijon me tjerët edhe do që ta mbarvaj fermën e saj. Por sidoqoftë në këtë situatë me Vanessa dhe me Henryn, për mua Henry doli blos se nuk dinte ta mbante qëndrimin e tij, se ka dhënë deklarata që bie në kundërshtim me parimet që ky do të mbajë dhe do të ushqejë me një familje të shëndetshme, me një normë edhe me një zakon, me një tradit, por sidoqoftë aty brenda në fermë do të provokohen siç provokon hera herës Gresa duke akuzuar Mozën për vjedhjen e sendeve të saj personale, ndërkohë që e vërteta është që Moza as nuk i prek, as nuk i përdor dhe as nuk është ndonjë meraklie e make-upit siç e ka treguar, as nuk e dinte çfarë do thoshte Prime që përdoret të femrat, por ju gjetën gjërat personale, nuk e di, një buskuq, një label, nuk e di se çfarë ishte rasti konkret i Gresës, ju gjet diku tek sendet e saj, nuk e di pse kjo lloj tendence kaq shumë e shumtuar e Gresës, kaq shumë, le të themi që do të hakmerret në mënyra kaq shumë të ulta, kaq shumë banale dhe jo kaq shumë në një peshë që siç është edhe Moza. Sidoqoftë, një tjetër situatë që dua të komentoj është edhe falja që Bujaka i ka bërë Olos, ku kjo e fundit e goditi me një shishe të vogël ujë gjatë prajmit të SHN-s, i mbajti qëndrim heshtje dhe nuk reagoi, edhe pse për disa kjo mund të jetë një lloj tentative e Olos për të fituar zemrat e publikut, por unë kam thënë që publiku vendimin e ka dhënë që nuk e do më Olën, se do t'ishte e shëmtuar dhe nuk do t'ishte e bukur që e të vazhdonte rrugtimin e saj në një format ku ka bërë shumë gabime, padyshim që ne i duam lojtarët që bëjnë gabime, që janë të fortë, por që ka disa elementë që unë i kam thënë për Olën. Por sidoqoftë, vendimin do ta marrë publiku, uroj që të mos bëhen filma, skenare dhe të mos bëhet një lloj shtirje për të dalë në atë që lexohet, komentohet dhe është një opinion i përgjithshëm. E si përfund dua të ndaj një lajm për ju për një personazh që e keni pëlqyer, e keni duar trokitur dhe mezi e prisin ta shikoni sërish në ekran. Në ekranin ku ajo dha të gjitha ndjesitë e saj, krijoi një lidhje shumë të diskutuar dhe shumë të pëlqyer nga publiku. Fjalën kam për Brikenën, do të kthehet në Top Channel, e këtë herë në formatin Shizën Top si pjesë e jurisë. Ajo e ka një eksperiencë si fillimisht në Supernova, ku ajo e kishte eksperiencën e saj të parë me ekranin në Prishtinë, aty ajo fitoi dhe tregoi hiret e saj, tregoi edhe rrugtimin të gjithë vetën e saj për herë të parë për publiku, më pas një tjetër eksperiencë shumë të komentuar në Miss Grand, edhe patyshim që Shizën Top është në formatin e Brikenës në tani më si juri dhe do të jetë interesante si do të jetë ndërlidhja e saj me vajzat, këshillat, kritikat, si do të jetë ajo si pjesë e një jurie ku pa kohë më parë ajo ka qenë
përpara një jurie dhe tani më duke pasur pas supeve të saj edhe një lloj zhgënjimi qoftë edhe nga eksperiencat që ka kaluar, por edhe mësimet që ajo ka marrë, do të jetë interesante për ta parë në këtë format. Sigurisht që audienca dhe ndjekësit besnik të saj do të jenë të lumtur kur do të konfirmohet, besoj, sonte ajo do të jetë ftuar në Goca dhe Gra në Top Channel, nëse do ta ndajnë këtë pjesë, nuk e di, por që si informacion e di që Brikena do të jetë në jurinë e Shizën Top dhe nga ana tjetër pjesë e jurisë do të jetë edhe Klodi që ka qenë në Big Brother Kosova VIP 4 si një finalist dhe sigurisht që do të shikohet edhe një tjetër qasje, edhe ky është i njohur me këtë botën e modelizmit, me botën e spektaklit, e ka mësuar dhe i ka këto eksperiencat që i duhen një formati të tillë. Do doja të dija mendimin tuaj për temën e parë të Fermës, se a është tabu që ne të puthim një familjar toni në buzë, a është tabu që një vajzë të guxojë dhe të krijoj një lidhje në një format që ka shumë diskutime dhe paraqykohet shumë, dhe më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.